Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë një histori humbje. Bëhet fjalë për një 45 vjeçar nga Bulqiza me emrin Muiz Bala, i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij në datën 5 mars të vitit 2011 nga Baldushku dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e 45 vjeçarit që jeni duke parë në ekranin tuaj, por ditën kur ai humbi ishte vetëm 30 vjeç dhe nga ai moment kanë kaluar plot 15 vite dhe familja është ende në kërkim, por nuk ka mësuar asgjë për fatin e tij. Motra e Muiz Balaj, zonja Hike Lloçi, ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ka kaluar një kohë gjatë dhe nuk janë as ditë as javë, po janë plot 15 vite që nuk dihet asgjë për fatin e tij. Jo. Kur gjë, kur dikush i thot mamit për shembull, e kemi pa këtu, e kemi pa atje martu, e kemi pa më Durrës, e kemi pa më Lore, a gënjej nuk e di tash. Po gjithmonë akuzat ndodhen me mamin, që mami mu më akuzon që sikur unë e di ku është vllai nuk ja tregoj. E vërteta që nuk e di. Nëna ju akuzon sikur ju dini të vërtetën? E di të vërtetën. Pse nëna këtë gjë e dyshonte këty? Sepse unë kam pas shumë marrëdhënie me vllain. Dhe ajo unë kam qenë vetëm motër që kam pas shumë marrëdhënie. Dhe ajo mendon se ti fshen ndonjë sekret? Po, kur na digj babi në 10 mars. Të kujt viti që babai? Tash. Ka 3 muaj, ka ngushëllime, ka vdekur tani afër babai, më vjen keq. Më pyetën njerëzit që në qoftë unë e di vllain ku, që ti thosha për varrimin e babit. Po vërtet ta disha unë ku vllai, unë nuk e pyetja fare mamin tem. Fare për këtë gjë. Merrsha vllain e iksha direkt në varrim. Me gjithë vllain. Se kisha drejtat e mia mbi gjithë shtetin që ta merrsha vllain tem në varrim babës vet. Pra thjesht fakti që ti ke pasur një lidhje kaq të ngushtë me vllain, nëna dyshon se ti di të vërtetën e tij, por nuk do ta tregosh në familje. Po, nuk do ta tregoj në familje që mas mushi babit 3 ditësh, mami i boli tallafe, bëm shumë debate që nuk shkova as për 40 atë. Që unë e di ku është vllai, unë e di ku është vllai, e ne unë kam mësu vllai për një konflikt që ka ndodhur më përpara, ta më beta tani mi ka qitë mami. Mas vdekjes babit, asnjëherë s'mi thojtë babit, që unë e kam mësu vllai për do konflikte që është vërtet unë se ne kam mësu fare vllai ka pas gjithë drejtat e veta që ti bëhet ta gjëra, se ata komplet gjithçka i shitën. Unë besoj që nëna juaj mund të na ndjeki ditën e sotme në transmetim. Dhe më vika... tregu gjë, s'kam fol gjë, si kam thënë kur gjë. Dhe më vika keq që pas ka ndodhur ky konflikt pas humbjes së vllait. Kjo as nuk më merr telefon mos vdekjes, as motrat që unë e di ku vllai, nuk e Se ju nuk keni asnjë lloj kontakti me familjen? Jo, kjo është akuza mamit që i ka thënë se ka thënë pa kur gjë, pa u zonën kur gjë kam ikë tretat, ne nuk kam bërë një debat me mamin, ne kanë nxjerr do fjalë tjera që të kanë lënduar? Ka lënduar shumë fjalë që nuk janë të vërteta. Unë kam qenë në Tiranë. Po s'ke mundur do t'ja shpjegosh nënës tënde që... Nuk e i mushet menja, nuk e di. Ose s'feksionon diçka në trurin e vetë, nuk e di. Por motra dhe vëllezërit e tjerë? Ka vllatit. Motrat? Motrat si me nonën e shtu ku dëgjojnë të? Edhe ato dyshojnë të këty? Që ti di diçka për vllain, por nuk e tregon? Po nuk e di vërtet, ose nuk e di. Nuk e di se ta di se... Përpara se ne të fillojmë historinë e vllait tuaj, do doje sot nënës ti përcjellje një mesazh për këtë akuzë të rëndë që ka bërë? Unë ja kam përcjell më shumë njerëz dhe mohabetin që i lutem mamin që mos më zë me gojë që nuk e di ku vllain, po ta dija unë varrim vllait tem, babës tem do ta çoja. Nuk do e piçat mamin asnjë, por ta varros mi ulli pa dhe babit do të çoja. Nuk do ta piçja mamin fare për atë akuzë, do dilja gjithçka. Nëse s'kishte drejt vllai nga policia të shkojte, unë do ta futja vllain tem në shtëpi. Isha drejtat e mia ndaj babit të shkojte vllai. E dashur Hike, mua vjen keq që pas humbjes së vllait, edhe pas humbjes të babait, që i cili është larguar nga kjo jetë, ka nisur tashmë një konflikt në familjen tuaj, nëna ta akuzon se ju keni gisht në zhdukjen e tij dhe nuk tregoni. Unë uroj dhe shpresoj që të zbulohet e vërteta dhe e shikoj që je lënduar e prekur me gjithçka. Jo, më prekën shumë mos vdekjes fjalët e nonës, se mendoja kur se sa kisha gjithmonë ndihmoja. Po të më i bëni do akuza që vërtet nuk janë të vërteta. Ju nënën se keni takuar më prej atij momenti? Kam shku 40 e babit, po kam shku deri Kavari, nga Tirana, kam marrë makinë apo stafat me i shoqe,
Anë aty kam ikë me një fukën së Golloborda, që është një fshati që rrugët nuk Ke vajtur tek Vareza, tek babai, dhe s'ke vajtë shtëpia. Jo, 40 kam vajtë ke Vari, kam bë vizitën e babit ditët që nuk jam kthyer për Tiranë. Por pse nuk shkove tek nëna? Nuk ishe guximin të ishe Nuk përballë kishe guxim saj? nga fjalë që kishe thënë, sepse nuk më thiri njërë në telefon tojte unë gabova se diçka. As motrat asi. Se isha më e madhe, normale. Duhet më merte mami dhe njërë telefon, qa bone e gocë. Si më merte kur kishte nevoj për diçka, kur ishte babi smu. A dite... Do na lejosh që ditën ju e keni numrin e nënës? Të telefonit? Nuk e ka ndruar. Nuk e numrin e nënës. Po numrin e motrës? Motrës e kam. Do na lejosh ditën e sotme që ne të lidhemi me ta? Po, Mund të lidhemi. Fillimisht, unë dua të prezantoj historinë e vllajt tuaj Muiz Bala e dashurike. Në fakt nuk e dija këtë konflikt që ka ndodhur në familjen tuaj, sinqerisht më vjen shumë keq. Uroj dhe shpresoj që e vërteta të jetë krejt ndryshe, uroj që ne ta gjejmë të 45 vjeçar që po shikoni pas shpinës time, Muiz Balaj nga Dibra, i cili është larguar prej marsit të vitit 2011 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, por fatkeqësisht motra e tij Hike Lloçi, e cila ka qenë prezente në studion e emisionit Pa Gjurmë, sot akuzohet nga nëna, nga motra, nga familjarë se ajo ka gisht në zhdukjen e vllajt dhe sot ka ardhur të përcjelli edhe mesazhe familjes së saj. Por si ka humbur Muiz Balaj, ky 45 vjeçar sot, ndjekim të material që kemi përgatitur dhe rikthehemi. Historia e Muiz Bala nga Bulqiza është një rrëfim i dhimbshëm, që nis me një martesë të shpejtë dhe përfundon në mister. Rreth 7 vite më parë kur kjo histori u bë publike, Muizi ishte 38 vjeç, sot ai do të ishte 45 dhe ende rezulton i zhdukur. Muizi u martua me Hatice Karajn me shkuesi, pak kohë pasi u njohën. Fillimisht marrëdhënia e tyre dukej e qetë, por shumë shpejt gjithçka ndryshoi. Ai nisi të shfaqte shenja të forta xhelozie, që me kalimin e kohës u kthyen në kontroll ekstrem ndaj bashortes, duke mos e lejuar as të dilte nga shtëpia. Konfliktet në çift u shtuan, ndërsa nëna e Muizit, Sadikja, përpiqej vazhdimisht të ndërhynte për të qetësuar situatën dhe për t'i treguar të birit se sjellja e tij ishte e gabuar. Megjithatë, përpjekjet e saj nuk dhanë rezultat, pasi Muizi vuante nga xhelozi patologjike. Situata degradoi deri në ndarje. Në vitin 2010 Hadixha kërkoi divorcin dhe çifti i dha fund martesës. Kjo ngjarje ndikoi rënd tek Muizi, i cili pas ndarjes u përfshi në konflikte edhe me familjen e tij, përfshirë nënën, vëllezërit dhe motrat. Dhuna ndaj nënës arriti deri në atë pikë se Sadikja u detyrua ta denonconte në polici. Si pasojë, Muizi u dërgua në spitalin psikiatrik në Shkodër dhe më pas u dënua me 2 muaj burg. Edhe pse i kishte të ndaluar të i afrojë familjes, ai e theu këtë rregull dhe u kthye në Bulqiz, por u refuzua nga e ëma. I mbetur pa mbështetje, ai u strehua për pak kohë tek fqini e më pas shkoi te motra e tij Hike në Balldush të Tiranës, e vetmja që i hapi derën. Ai qëndroi aty rreth 2 muaj. Me 5 mars të vitit 2011, Muizi kërkoi para motrës, duke i thënë se do të shkonte në Sarand. Me vetëm 20.000 lekë të vjetra në xhep, ai u nis nga Baldushku, një udhtim që do të shndrojë në zhdukjen e tij pa gjurmë. Që nga ajo ditë, Muiz Balaj nuk është parë më, edhe pse kanë kaluar shumë vite, misteri mbetet i pazgjitur. Ai kërkohet ende nga nëna dhe motra e tij, ndërsa familja jeton me shpresë dhe pas siguri për fatin e tij. Kjo është historia e zhdukjes së Muiz Balaj dashurmish, ky 45 vjeçar i cili është zhdukur në rrethana misterioze prej datës 5 mars të vitit 2011 këtu nga Shqipëria. Gjunjët e tij të fundit janë nga Baldushku dhe nga ai moment drejtimi ngelet i paditur dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Muiz Balaj. E dashurike, duke ditur që ta akuzojnë se ti e di të vërtetën e Muizit, mund të marrëthesh historinë sot të vllajt si ka humbur ai? Ai ka pasur një marrëdhënie shumë të ngushtë me ju. Me mu ka pas ngushtë, po. Si kam thënë gjithë se vitën e si zor prej mami, po. Ai ka qenë martu në Bulqiz. Ka pas punu martu në Bulqiz, më ndam atë në këthi po ke shtëpia mamit. Po, nuk është turp të thuash ka qenë i martuar dhe u divorcua se janë gjërat e jetës që mund të ndodhin erdhi jeta, grindje të shu e mori vetën e mami shtëpi, ky vazhdoi bëj do debate me mamin. Pun lekësh, se ne kemi pas shumë prona, babi shiti për pak lek. Shtu ka qenë puna, ka vazhdu historia. Babi s'ka qenë shtëpi kur ka vazhdu historia me mamin. Se me babi shkojte mirë vllai. Ju po më tregoni që Muizi ka patur konflikte me nënën. Me nënën. Për shkak të pronave. Ku dëgjoj ai ka gjujt si ka qenë puna, unë nuk e di, kam qenë Tiranë. Tani për këtë që ka gjujt mami ka marrë policin, e ka çu poshtë
E ka denoncuar. Po. Anë ka thënë unë nuk e du në shtëpi. Policia tani mami ka thënë që sikur është i çmendur e ka qumë Shkodër. Nga Shkodra e nëzorën. E nëzorën. Po vllai ka pasur probleme? Nuk e di. I nejti 6 muj për shtëpi ime, nejti 4-5 muj për erë fundit se nuk pranoshin shtëpi nejti baldush. Pra nëna e do buj djali nga shtëpia? Po, 100 metra të rritë larg shtëpis. U pais me urdhëmbrojtje nëna, Po. sepse avokati është duke na dëgjuar në këtë momente dhe ai u largua dhe erdhi tek ju. Se nuk i lejohesh t'i afrohesh nënës 100 metër. Ti mund të shkoj tek shtëpia, nëse nana se lejojte, Po. duhet ti mos u fus të shtëpi se vite policia merrte prap. Kjo çfarë viti ka ndodhur? Ma të vit që Ka humbur. Po. I bie po 2011. Po? Në kështu vazhdojnë që nuk e qasë, pastaj kërë mami ke shtëpia ime, sikur vllai im ka qenë ke shtëpia ime, të nejti mami 3 ditë me babin, unë se kam qitë vllajin që të shofi mami, po s'ka qenë ke shtëpia ime, që do qitë që? Po kaloj që një kunati, do vinë njerëzit aty. Se kam pasën e burin, se tani kam dek burë. O, ngushëllime, pas ke pasur goxha Tani humbje. kam pas shumë problemet e mija, në thashunë tani po t'ishte vllai, unë s'kisha frikë se shpiteme s'kishin për të ndodhur këta konflikte. Konfliktet pas ka nisur që pa humbur Muizi mes Po. Muizit vet, ju dhe nënës. E dashur Ike, në momentin që vllai Muizi u largua nga shtëpia për shkak se kishte dhunuar nënën, kjo e fundit zonja Sadike, e kishte denoncuar në polici, ai erdhi dhe kërkoi mbështetje tek ju si motër. Le të themi ju e hapët derën dhe e strehuat. Kjo është arsye, pse unë hapa derën e strehova. Dhe nëna Nëna thot pse strehove ti e more, shu, po në ti thash kur të zull me ty, erdha dhe unë ke ju, ne vllajin do të nxirë, nuk do të le tani një do të luftojte për ato. Dhe lejshim të shumë në isha për madhe, kishme. Jo, po ti s'duhet, ti e ke mësu me më gjujtë, ti e ke mësu me bugrindje. Gjithë më në akuzohem unë. Më ka rrit një moment që kam thënë, do më thush vërtetën është, për shemë më thënë drejt, do më thush si puna, thë shti s'mdo asë njerë me mu, si ndalohu vajzat. Më thu një moment, si është arsye, është pse bo lape vetë me mu. Gjithë mund nga unë qife, të shuhet. Pra ti është fakti që pranove vllai në shtëpi, nëna, le të themi nisi konflikti që pse ti e pranove në shtëpi kur ai më dhunoi dhe ishte dhunues ndaj nënës. Por vetë Muizi, çfarë të tha kur erdhi në shtëpi? E kuptoj, ti je motor, nuk dohet ta lije vllai në rrugë të madhe. Ai gjithmonë thojte mu që unë babin e dua, babën, arsye se zina me mamin e di vetë. Kaq thojte. Nuk të ka treguar. Jo, nuk tregoj. Edhe unë në si veje, se ishte si shumë mërzit shumë në, sa kishte dalë nuk i isha në punë, nuk i veje shumë rëndësia, vetëm e maj afër doja shumë. Por nëna çfarë të tha? Se besoj që... Faktikisht mamin si për ta kallëzua të rasi koja kishë në shtëpi. Jo, nënës, besoj që e pyete pse të dhunoi vllai, çfarë ndodhi, pse nisi konflikti? Ajo ka thënë nej si kur ka vazhdu kejt menja, e çmendur. Që ka pasur probleme? Mirë, kjo është fatkeqësi nëse ka pasur probleme të shëndetit mendor. Kur kishte probleme, thashtë se s'more, thashtë i ambulancën, shtetin, ta ndihmoshim në spital. Jo thashtë ta marrish policinë ose të arrijë puna deri aty. Diçka ka pasaj se pse babin s'u zite me babin, po zite me ty. I thash hajde rini ke unë, aleni e ca ditë vetëm. Ma hajde rini ju pleq ke unë. Jo. Tani e akuzojmë unë që mos diq babi, a jam bëni shumë. Por, e dashur, Ike, përpara se të më tërgosh momenti kur vllai doli nga shtëpia juaj, u largua dhe humbi çdo lloj kontakti me familjarët, do më lejosh në këtë momente të telefonoj zonjën Sadike në nënën tuaj? Telefonoj. Ajo është Di që do thotë. nëna e Muizit, mua më vjen keq që pas humbjes. A do më akuzoj më për gjithçka akuzoj. Pa qenë fjalat, i thotë. Zilja po bie, uroj që zonja Sadike t'je duke në... Përshëndetje! Përshëndetje. Me zonjën Sadike flas? Jo, flasish me gocën e Sadikës. Jeni motra e Muiz Balaj? Po, motra e Muizi. Po, Odeta jam. Por nëna, është aty zonja Sadike? Po, tu e ku mamin, se ke mamin ka marrë se në ka ndru babi jetën. Ngushëllime, e mora vesh që babai ka ndruar jetë, sepse ma tha dhe motra juaj, Hikja. E dashur, mund të ma kalosh nënën Sadike në telefon? Po. Faleminderit. Prit pak një sekundë. Po, patjetër, mund të ma kalosh telefonin dhe ta kem zonjën Sadike në këtë transmetim ditën e sotme. Zonja Sadike, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë të parë ngushëllime se keni humbur bashortin nga kjo jetë.
Faleminderit, bashkë me juve. Sadike, unë jam Odeta, moderatoria e emisionit Pa i Gjurmë. Po, Sot në studio kam të ftuar vajzën tuaj Hike Loçi, e cila sigurisht ka bërë denoncimin për zhdukjen e të vllajt dhe është në kërkim të Muiz Balaj të djalit tuaj. po, po. Ju e dashur Sadike keni plot 15 Sedike. Po, keni plot 15 vite që nuk keni as informacion për djalin. Jo. Ajo që më preku ditën e sotme ishte momenti kur Hikja, vajza juaj, më tregoi që nëna më akuzon që unë kam gisht në zhdukjen e vllajt. Po, atë kështu është. Se dyshoni ju që... Oj ma, që dyshon taj dyshon në Hike, se Hike është problemi zhdukjes vllajt? Po, të shti... Po, Hike, problemi zhdukjes vllajt, unë vetë, nuk e unë Hike. Që, unë nuk them Hika, po... A i ku vetë, masanaj unë gushtë rabja ka sebe në meri. E përzuni mami. E përzuna unë, qunin. Po, pas një konflikti që ti ke pasur me Muizin, e ke dëbuar nga shtëpia dhe ke njoftuar policin, për shkak se ushtroi dhunë ndaj teje. Po, më rafti ai, më bëni për vdekje. Por, konflikti mes teje dhe Hikes se lindi pas vdekjes së bashortit. Hikja tha që unë nuk e takoj më nënën time. E di, po ajo qish u bo. Unë nuk e di qish u bo, unë kisha mente edhe për vete orti, po nuk di të shti, si të them. A dyshon ti ende te vajza? A ke dyshime ti te vajza në lidhje me zhdukjen e djalit? Jo, s'kam dyshim. A ke hatër mbetje te Hikja? Ke hatër mbetje të mbetje të mbetje. Oj, qut, edhe unë nuk di si të them. A je mërzitur ti me vajzën tënde? Unë s'jam mërzitur, po sa filloj ajo kur shkëthime këtu si të them nuk e di, po ajo më tha do të sjeli Muizin në shtëpi. Ashtu më tha. Unë thash nuk e du. Të ti ajo qish pranë bon, qish dëmsim bon, unë nuk e di. Po ti nuk e kërkon djalin e dashur? Nuk e interes të mësosh çfarë ka ndodhur me fatin e Muizit? Unë isha atje, unë bëna një rrëllap. Ajo më mundi mu, Ika më mundi. Po, ne se po vajta me ajo erdha atje. Ama të shti qish pranë bon ajo nuk di. Jo, ajo kërkon vllajin, por ju a e kërkoni djalin? Unë për vetëm time se du iq. Unë se du. Pse do më thush ti? Po është e rëndë, është një e rëndë që një nën të ketë 15 vite të humbur djalin dhe të thojë në një transmetim që nuk e dua. Se dush, më si se dush. Oj ti gotë, që unë prapë të them. Unë kam frikë njerë të shopi. Jo të ri me atë. Te ke qunë me ti. Ama qunë e kam, ama unë shumë ri me atë. Unë se ke vetë të shkojë. Mirë, se është dhe motra duke folur, është dhe vajza tjetër duke folur nga ana tjetër, dhe nuk të dëgjoj qartë të dyjave. Por, dëshiron t'i flasësh Hikes, u bë goxha kohë që si flet. Lerën. Unë do i plasi, më i pse të më si plasi, po. Ama unë kam frikë të ri me atë, jo se nuk e du, po. Të shti u bë ajo punë edhe të shti e për zhuna. Jo e qartë, por mos harro, djali juaj ka 15 vite i zhdukur dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, është gjallë apo është i vdekur. Unë nuk di vallaj, s'jam interesuar, s'kam marrëdhënie me atë, a me... Nuk je interesuar ta gjesh djalin. Jo, s'jam... Por me vajzën, je interesuar të flasësh me Hiken? Po, be do flasim unë me Hiken, pse unë s'kam do një sen, ose për zhuna unë gotën. Hike, do i flasësh nënës? Por të lutem, është nëna jote, mund t'i flasësh, vetëm ta përshëndesësh. Nëna ime ka telefon dhe. Mund t'i përshëndesë, mund t'a mbashtu afër mikrofonit dhe foli. Halo.
A më theti, mirë, a më theti mu, ti e di Muizin ku është, nuk e tregone? A më theti mu, një sekund, më gjohë, a më theti mu më kanë thënë që Muizin ti e di ku është aty, më akuzove mu që ti e di nuk tregon? Tani ma thuj, ti kush të ka thënë ta gjora, që unë e di, më akuzon për ta gjora, për shumë gjora, e në nga babi aty më përzune mi punë e njërzit më zonë me mu, ma jep një arsion si ti e në motrat e mija. Ju e keni gjithë ta gishtim në bimu. Ja, unë flasë vërtetën. Ja, flasë vërtetën. Ti më ke përzun, ti mi punë e njërzit me bo fjallë me mu 3 ditët e babës, që e në the fjallë mrapa që fjallë që unë kisha ikë jashtetit, nuk isha në Shqipëri, përndaj s'kisha arë atje. Unë e dashur kam qenë gjithmonë në Shqipëri, s'kam i kërkuni. Nuk kam bash telefonin vetë këtu afer. Përndaj, ju lutem shumë, fjallë të kota mos më nxirë një mu. Telefon ke pas gjithmonë, ne ke blet, nuk ke thirë njerë telefon, që në thuj shoj gocë, qa bo ke punë, ajde, unë nga boba. Nuk ti të marri, moj, nuk ti të marri. Si kishe ti, si di e ti, kur kishe nevoj që të më merje, mu më merje, kur kishe nevoj në tate. Jo, ti, në Ariana, që të gjithë më beta, që si shimë, në Ariana, që ka pas i të shpirë dhe për lade meris gjithë. Ta dash telefonin vetëm të flisje me nënën ta përshëndesje. Ta qishte. Të marrish telefonin të shkuqate, ta mëna ta krajë, Të normale. Jemi në transmetim live. Jemi në transmetim live dhe të ruajmë etikën e të folurës të dashur. Mirë, po. E dashur se dike, unë roj të qetësohesh, je me dhimbjen e humbjes së bashkëshortit, të jam ngushëllimet e mia të sinqerta për bashkëshortin, por mos harro, je nën e sa fëmijëve? Jemi 6. Nën e 6 fëmijëve. Nuk jemi vetëm ne nën, në ajo është nën. Ti me komunikumit në qetri. Unë nuk rej, as nuk flasi herë, unë jam tamam, ama isha ullëtu edhe unë nga bashkëshorti që vdiq, edhe më sanaj erdi kjo, kur erdi E dashur, baba e asaj, edhe më sanaj kjo filloj me mu. U raftëm këtu në salon, u raftëm me këtë, ama qish prav kishte a i, ka unë nuk di, unë qëtëm bajzi, ose të unojën me gocën, unë s'kisha të një sen. Ama thoshte, do të asjeli Muizin. Si e punë e babën ti, punë me bataniet të shkue, me jilitar për shafë? Por gjithsesi, unë besoj që nuk është momenti që në një studio televizive, në transmetim live, të ziesh me vajzën, ndoshta ato sekretet brenda 4 mureve t'i bësh publike. E dashur Ikja mbetet vajza jote dhe ti mbetesh nëna e saj. Kjo marrëdhënie kaq e ftohtë, nën e bi të dhunohen në vdekjen e babait dhe kjo nuk ka hije. Që pajta të që kia ta? Jo, ti pite mirë, mos ma bot të vi edhe unë atje nesër, të la poshem i drejt me ti. Unë të dua të kem në studio, po dua të kem një studio, një nën që kërkon djalin e humbur, një nën që kërkon të jetë pranë fëmijëve. Nuk dua këtu në studio ta kthejmë një debat televiziv dhe të mos të fitojmë asgjë dhe mos të japim asnjë mesazh në fund të gjithçkaje. Nëse ti dëshiron, unë numrin tënd e kam, ti numrin tim e ke, mbetemi në kontakt dhe flasim edhe pas kuintave. Të falenderoj, e dashur, të falenderoj. E mbylla telefonin për mos ta vazhduar më një konflikt goxha i rënd avokat, por ma vjen keq në vdekjen e babait. Jeni dhunuar fizikisht me njëra tjetrën. Nuk kam zëjt atë natë, nuk kam thirrë ku kam shkuar natën, nuk i kam zëjt mami. Mamit i thash, babi ka vdekur në spital në Peshkupi. O mam, merre rregulloja në spitalin se do vi vetë do pagoj çdo shpenzim. Funerali. Po. Mami nuk ka qenë në vdekjen ku ka vdekur babi. Ka qenë ke motrat në Maqedoni, ka ardhur ditë që ka vdek babi, që kanë lëvruar në mëngjes Peshkupi ka vdek, s'ka pas kërkan. E drejta. Po një vajzë ka drejtën të mbi babit, unë s'jam si motra ime ose tjerat që shkojnë, kam një drejtë që ta kërkoj si qetë ngjarja e babit. Babi kishte vdekur, ishte xhir në faqe gjithë, doktor kanë thënë mamit, kanë shumë, si kanë qenë batanie, kanë shumë badrum, ku është E dashur, po. E ne kanë pu babin në banes me ata që janë vezor dhe gjitha pejganat. Si e futi babin, pa larë, pa kur gjo ma bin shpiti mu, nga spitali. Funerali vjen i rregullt. E dashur Ike,
unë realisht ditën e sotme të ftova për Muizin dhe mendoja që do flisnim për zhdukjen e Muizit, mendova që do prisnim informacione me shpresën për të zbardhur zhdukjen e tij, por sot ne e kthyem në një debat dhe mësuam debatet e familjes tuaj që pas humbjes së vllajit, shumë debate keni ju e dashurike me nënën, por edhe me motrat. Do qëndrojmë bashkë në studio, por fillimisht më lejo të kaloj, s'kemi kaluar limitin e kohës, për të kaluar tek hapësira e parë do të jemi tek një këshill mjekësore tek Obeni të dashur miq dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer sërish bashkë në studio dashur miq, ku ditën e sotme në fakt po flasim për zhdukjen e Muiz Balaj, por edhe konfliktet në familjen Balaj. Me mua në studio është motra e të humbrit Hike Lloçi, e cila vetëm përpara disa minutave në pjesën e parë, pas një kohe, le të themi, shkëputje kontaktesh me nënën për shkak të konflikteve që kanë pasur, pati një bisedë telefonike që nuk ishte fort e hishme dhe sinqerisht më erdhi shumë keq. Unë nuk dua të mësoj, apo të jap këshilla të bëj si një grua e ditur, një grua e zgjuar, por mundohu të heqësh inatin, mërirat, ajo është familja, mundohu të gjeni gjuhën e përbashkët për t'i zgjidhur problemet, sepse nëse nuk i zgjidhni ju brenda familjes problemet tuaja, mos mendo se do t'i zgjidhin të tjerët jashtë shtëpisë. Unë e di këtë gjë për deta, po do gjërat që i kanë thënë koti nuk është në vërteta. Nuk zgjedhen. Me mu jo, nuk ka shans mu. Sepse nuk janë vërteta. Ata që i thote nuk janë vërteta. Mas 3 ditë babit e kam bot konflikt, desha drejtat e babit. Pse babja im erdi e pru... Mirë, nuk është... Avokat, më ndihmo dhe ti, këto janë çështje familjare. Të gjithë kemi humbur njerëz të dashur në familje, po mua më duket e tepërt të krijojnë konflikte brenda familjes për gjëra që... Ka filluar konflikti dhe, si i thonë popullorës, ndarë buka që në moment e parë kur ju vllajin e morë dhe e strehuat në familjen tuaj. Po, normale, vllaj. Dhe aty ka filluar dhe diferencimi ndërmjet jush dhe nënës tuaj. E cila edhe sot e kësaj dite, pas 15 viteve tha, nuk dua ta kërkoj dhe s'kam interes ta gjej djalin. Si e ditë këtu që... Arsyeja që... Si? Si kur e thanë studio Terës, kur ishte me mua. Qështu e ka thënë. Arsyeja që vllai juaj nuk kontakton më me ju, mendoj është vetëm Maria që ju keni. Pra, nga kjo histori mendoni se ati nuk i ka ndodhur diçka e keqe. Ai për shkak të konflikteve është larguar. Për arsye të konfliktit është larguar dhe nuk kërkon të marrë më në telefon, sepse nuk ka kë marrë telefon. Nëse do marrë motrën, do krijoj një problem akoma më të madh në familje. Po. Dhe kjo është arsyeja sepse ai prishi një familje vetëm. Para. Krijoi një konflikt po në familjen e prindërve të tij, e dyta. Duke dhunuar nënën. Dhunimi i nënës ka ardhur si rezultat i disa probleme të brendshme të familjes. Ka pasur një motiv. Po që nuk ka justifikim, si do që tjetë. E cila nuk është objekt i këtij emisioni. Nga ky motiv, i cili Muizi ngjeli keq nga ana financiare. Dhe duke ngelur keq, krijoi atë konfliktin me nënën. Sepse ishin disa debate të brendshme të cilat nuk është mirë dhe kjo mëri që u krijuan në familje e gjeti përkohësisht ngushëllimin tek motra. I qartë, s'la ja hapi derën. Ja hapi derën dhe fakti që Hikja ja hapi derën vllajt u bë dhe ajo armike e pjesës tjetër të familjes. Dhe ai e kuptoi këtë që filloi një përçarje në familje. Dhe ky mund të jetë motivi i tij që ai u largua pa lënë gjurmë. Po, dhe duke ditur motivin, të arsyen, duke ai gjeti donte kohën e vet që të rregullonte mënyrën e lëvizjes për jashtë. Nuk e dim, a mund të jetë larguar jashtë, mund të jetojë këtu në Shqipëri dhe s'kontakton. Ai është larguar jashtë. Sepse Shqipëria është e vogël dhe ishin... Dhe kjo është arsyeja që ai nuk komunikon më as me motrën, as me fëmijën. Por do pyesim Hiken, avokat, për të kuptuar çfarë ndodhi atë ditë. Hike, në datën 5 mars të vitit 2011, Muizi ka dalë nga dera e shtëpisë tuaj? Çfarë të ka thënë? Sa ju jeni personi që e keni takuar për herë të fundit. Si ka qenë gjendja e tij emocionale, shpirtërore? Kjo shtëpi ka qenë shumë mirë, punojte.
ndimojtë, unë ish ka përshku në punë, ka pas qenë të qujtë atërës Villa Lugoreci, këtu ke mrapa piramidës. Po, Kam pas punu aty turn parë, turn dytë. Nga njerë turn parë, nga njerë dytë. por çfarë të komunikoj? Ditën që A u i ditë largua. unë grejtë, tha mu do iki, sot thash, s'ki për tikë sot, se në 3 ditë më rrogën, thash, unë e do ikish. Po. Haj u këthy ditën tjetër, nuk su në naloja, ma tha do iki. Ku do ikte? Të dha një Për adresë? Saran, tha. Për në Sarand. Po. Pra, të tërgoj se do largosh për në Sarand me çfarë qëllimi për në Sarand? Do shkoj bari gjosh, do punoj, thojtë do rri. Të punonte. Po kur u largua i ka pasur një telefon me vete? Ja. Nuk ka pasur telefon. Nuk mori asgjë me vete. S'mori asë gjë. Ka pasur para me vete apo pak para? 20.000 lekë vjetra. 20.000 lekë vjetra sepse donte 3 ditë që të merrte rrogën. Vetëm rruga do, po rrugën për Saran. E priste dikush në Sarand, a kishte ai Jo, njohje dhe kontakte me Si kur thoshin ka punë bari gjosh, ku digjo? që mund të punoj bari? Po. Duhet të pyes pak për karakterin e vllajt. Ka qenë tip i dhunshëm, që mund të konsumonte alkool, sepse ideja që e ka dënuar nënën e tij, ka përfunduar në polici, nëna u pajis me urdhë mbrojtje në atë vit. Ja, unë kë shpejime s'ka pi alkool. Jo, flas si e njeti vllajin. S'ka pi alkool, ku ka qenë me nusën, s'ka pas pi, vetëm ka kalu do streset larta, do gjora. Mështetje nga familja s'kishte, gjora s'kishte, vetëm ishte shumë. Vetëm vështirësi ekonomike i ka sjellë Vetëm gjitha shumë. këto. Por nga momenti që u humbi dhe deri më sot, më the pak më parë që kanë ardhur informacione që është parë këtu, është para E atje. mami ti kanë thënë. Mami ka thënë që e kanë pak tu ta tregoj, unë e kam pa aty, ti e di s'tregon. Pa ma thuj pra kush e ka pa, ta di unë, nuk ta di kush e ka pa, shkoj ta gjej. Qa veni jo? Se nëna tha, Jo unë pa kanë pa koshare, jo pa kanë pa mlore, jo pa kanë pa kne, jo pa kanë pa ne. Po unë asë informacion s'kam. informacione në kuadrin e thashe themeve që nuk dihet e vërteta. Vetëm thasha theme. asgjë. Unë ja thash, Fjalësh. a e thash telefon. Ai ka i kur jashtë, punon çoban atje dhe nuk Vazhdon jetën e tij. vazhdon jetën e tij dhe nuk ka një shtrat të ngrohtur që të marrë dikë në telefon. Por hike ti, marrëdhëniet i ke pasur të mira. Këtë desha të pyesja. Okej, me nënën ishte në konflikt, ajo kishte denoncuar në polici, motrat e tjera mbështesnin nënën, vetëm ti isha ajo që i kisha hapur derën. Por ty pse nuk të kontakton? Sepse kur ishte ai ke shtëpia ime, ishte prezant me kur folsha me ta unë. Me ta u zishën me mua që e kje ty, na kanë thënë është aty. Mendon që do të mbroj, mos të fusti ty në konflikt me familjarët? Nuk e di, unë i Ka kam menduar që mos të kontaktoj as ty? Jo, unë i kam Mos ta thënë, qaroj më tepër. unë i kam thënë, më merë se unë fjeta, do ma një rrugë. Sepse ai e pa të gjithë konfliktin që u krijua ndërmjet motrës ti dhe mamas. A ne këtu e pa konflikti, do ta ketë pa që kur e Duke ndjerë këtë konflikt, ai mendoj që dhe motrës mos t'i bëjmë barë, dhe konflikt mos të krijoj bë, më mirë po largojmë sepse unë që kam fajtori në këtë shtëpi. E i ka marrë gjitha mbi vete. Dhe të humbas kontaktet. Dhe të shkëpus. Gjëlloj kontakti me familjen, po edhe kjo nuk është normale. Nuk është normale, por shiko, kur krijohet një hendek, atëre humbet gjithçka dhe vetë rutina e punës, kur je jashtë shkofive të këtij vendi, të imponojnë që të shfusësh edhe një pjesë të marrëdhënieve dhe mos të vazhdonësh një ngarkesë tjetër. E qartë. Atje dhe i haron. Padyshim, padyshim. Dhe përshtatesh pastaj me atë jetën atje dhe i haron Çfarë ke lënë mbrapa dhe kush të pret. Kjo është arsye që edhe Moizi nuk unë mendoj që shumë shpejt Moizi duke parë dhe emisionin ose miqtë e tij do të reagojë dhe do japin dhe Dyshimet avokati i tha, nga nuhatit e veta, nga historia që dëgjoj, nga konfliktet që dëgjoj në studion e emisionit pa i gjurëm, dha nuhatit e veta që ai mund t'jetë gjallë, po s'do të kontaktoj. Po ti vetë si motër, çfarë dyshon për vllajin, për Muizin? Nuk e di që më thonë që dëshoj. Ose s'ka do një numër telefoni, nuk merë, s'ka pas telefon, se ka majtë mene. Po sot në 2026 ka plot forma rrugë komunikimi, rrjetet sociale, sot mund ta gjesh personin në të 100 e sekondës. Nuk e di që... Nësa i ndodhet diku, Ose ka është ndoshta frikë, mirë, ose ka frikë. frikë nga kush? Nga mami, më sot nuk ka fërë në shpi, nuk e bon. Unë i thash sera dhe kur isha. Qatë më këtë banes tu, thash, unë si motor e jap gjysmën. Vetëm ta gje, e jap gjysmën. Unë i futem shtetit që gjysmën e shpis ta marë. Jo, së në marrë, shpa e marë pra tash unë, se në takon në neve, i takon atit. Vla e kam. Ti pës deshe me nejt, hajde ke gotë të dëri.
E dashur Ike, pse ishte divorcuar Muizi me bashorten e tij? Pa xhelozi. Ai ndaj saj? Unë kam pas shumë, jo nuse vaj, kam pas shoqe, dhe deri tash mund të shkruaj, mund të foli gajerë, ditë lindje. Me ish bashorten? Kam pas shoqe, kam pas shumë mbet, më shumë se gjitha mund gjithmonë telefonojte. Divorci erdhi për shkak të xhelozisë, më tregon. Se vlla im vazhdoi me ka qenë shumë punëtor, ka pas punu ka ma herë më përpara Molqis, po prishi shoqëria. Kur themi e prishi shoqëria, i mori një rrugë jo të mirë? Mori rrugën që i dha diçka me pite. Pite, përdorte ashash. E pra, unë e thash Tu pak e të vazhdoj parë se pinte alkool, apo pinte diçka të tillë, sepse një njeri që dhunon nënën, prandaj të pyeta që parë dhe për karakterin e vllajt, duke ditur që unë nuk e njoh Muizin, thjesht duke parë fotot e tij, duke dituar historinë e tij. Po masja babi shiti gjitha, u bua i egër, u martu Bulqis, me i fshat që s'kishte kur gjë, po shumë e mirë ishte, një gocë kishin ta vlezërit, vetëm kjo ishte. Ata u divorcuan, qëndruan shumë pak me njëri tjetrin? 2 vjet, 3. 2 vjet. A ndikoi kjo në psikologjinë e tij? E rëndoi? E përjetoi ndarjen? Po, përrëndoj. Ndarja ka qenë për para humbjes? Po para humbjes. Sa kohë para humbjes? Unë mbyll në vetete. Unë mbyll në vetë iku ke mami, këj uzu me grunën iku natëm kom, 3 rrugë Bulqis Bogëllëbor, Dibra. Nga aty, ka i kom fshat. Dhe pastaj ndodhi konflikti me nënën, eri tek ju dhe u zhduk. Po, pastaj kjo ka pas djalin smunën e pat punë Tiranën, unë gjithmonë i shkoja ke spitalin usës. Tani i di që djalet, Se ka djalë... Ka pas djalë Muizi, ka vdek. Muizi me gruan e parë ka pasur një djalë? Një gru ka atë parën ka pas. Po, dhe ka ndruar jetë fëmija? Qa moshe? 9 vjeç duket, a 7. Nga se? A i vujte nga koka, mu i kokë. E vetëmi arsye që nuk shkova unë varim çunit vllajt, ishte familja ime, që ajo nuk lemroi asnjë, nuk dojte nga familja ime, vetëm mu më lemroi për varimin e djalit. Unë mora mamin, jo po ti po shkove atyre po shtushu. Se ata nuk dhe. Sa vjeç e la Muizi djalin kur u zhduk? 2 vjeç. 2 vjeç. Ane mami, nuk shkova unë majt atrin e mamit, nuk shkova më varim çunit vllajt, ane prap dola unë e keqe. U kryu dhe ndeku pas. E qartë, një histori goxha e ndërlikuar me shumë konflikte para humbjes së Muiz Balaj. Ke familje ime dalu unë e keqe. Ku dëgjohesh këta? Por do qëndrojmë dhe pak minuta bashkë, të bëjmë një shkëputje të radhës për të kaluar reklama dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio, jemi në minutat e fundit për ditën e sotme. Sinqerisht më vjen shumë keq për gjithë historinë që dëgjuam me dashurike për Muizin, por unë të premtoj që ne në ditët në vazhdim të vazhdojmë historinë e Muiz Balaj, ndoshta sot nuk u fokusuam më së shumti tek humbja e tij sesa te konfliktet që ju kishit. Të premtoj që do të jeni dhe ditë tjetër në studio. Uroj dhe që nëna juaj, e cila tha mund të vi, nëse ajo dëshiron të vi, studia e emisionit pa gjuhë më shapur për çdo. Kjo dritare Enkas është ngritur për zërin e qytetarit, por përpara se të më japësh mesazhin për vllajin me shpresën që ai do të dëgjoj. Avokat, Muizi dhe unë dyshoj që është gjallë dhe për shkak të konflikteve ndodhet diku dhe s'do të kontaktoj me askënd. Ju si një avokat, çfarë do i thoshit një personi që i fshihet familjes? Jo, unë do të thoshe që Muizi duhet t'i kaloj të gjitha brapa dhe ratë parë duhet marri ish bashortën, për të ngushëlluar. Ne nuk e di ma dhja të lajma. Sot është të për e të parë lajmi që ka humbur djali dhe ai nëse na ndjek mund ta dëgjoj për e të parë për të ngushëlluar për humbjen e birit, pavarësisht se kanë të dy bashkë fëmijë dhe ai ja la nënës që ta rrise, dhe dyta pastaj duhet të bjerë pardon ndaj nënës për të ullur atë konflikt që kanë me nënë dhe atë ndërvite, dhe të rikthehet një në shtëpinë e prindërve dhe pastaj të vazhdoj jetë e tij. E dashurike, çfarë do i thoshe Muizit, nëse ai vërtet është gjallë, ndodhet diku dhe do të dishte ditën e sotme nga ky transmetim? Veç na thot ku jemi, ne se pengojnë jetën e vet. Vetëm thot jemi gjallë, jam vilon ven, ose jam martuar, ose kam rekrijuar familje. Tjetër gjë s'më intereson. Ty t'ka marrë malli? Normale, se unë gjithmonë e kam kërkuar. Una, çfarë do të më thonë mami, mu nuk më intereson. Në familjen Balaj, vetëm ju e kërkoni? Po. 5 fëmijët e tjerë?
Unë pa bitëm nga mami, se të gjithë gocat e mletë, mu me vlajnë gjithmonë në ndanë. Të tërsi nuk e gjevan. Gjithmonë, thot fjalla nuk janë fjallë vërteta që thot mami. I në shqelon gjorat. Por mos të hymë këtyre dyshimeve. E jo, s'ka shumë. Ndoshta nga së ty kuptoj më shumë, por mos të hymë këtyre dyshimeve dhe ndoshta flasim edhe në ditë të tjera. Do mbetemi bashkë në kontakte dashurike. Faleminderit që të pata sot në studio. Eduard, faleminderit që të pata sot në studio dhe kushdo që ka informacion për Muiz Bala, i personi që po shikoni në foto, këto 45 vjeçar nga Dibra, i cili është zhdukur në rrethana misterioze që prej datës 5 mars të vitit 2011 nga Baldushku, nga shtëpia e motës së tij Ike, është i lutur të kontaktojë në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Mos harroni, keni 2 numra poshtë ekranit, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë Facebookut Pa i Gjurmë Report TV. Faleminderit dhe ju miq që qëndruat me mua deri në fund të programit. Bashkë takohemi nesër, mos harroni, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.